Atëre, tani do bëj një triko me grep për mesën. Do ta bëj me grep, se të gjitha i kam bërë me shtiza. Këtë e kam për momentin se dua ta bëj çik shpejto, e kam çik si urgjente. Për 0 deri në 3 muaj. Fillohet me 62 zinxhir. Dhe punohet me grep 3. Varet nga fija. Si mund të jetë fija? Unë këtë fijen e punoj me grep numër 3. Tash këto ansor do t'i ndajmë në këtë mënyrë. Këto bëhen me nga 10 mbushje, të dyja këto ansoret, me nga 10 mbushje. Pastaj, këto janë gjokset. Krahët janë me nga 13 mbushje. Krahët me nga 13 mbushje. Ndërsa kurizi 20 mbushje. Tani, kur bëjmë këtu 10 mbushje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mbushje. Dhe kur të fillojmë mëngën, do bëjmë 13 mbushje. Por, duke futur këtu në njërin vend. Bje këtu. Edhe këto tjatë po kështu, do shtohet nga 1. Do futen në një vend. Ja për shembull. Është shumë e thjeshtë për të punuar kjo. Tani ja shikoni mua këtu. Më ndiqni. Thash me që do bëj se s'kisha bërë kështu me grep. E thash pse jo, më ta shpjegoja dhe të më ndiqni dhe juve, si mund do bëjmë një triko me grep për bebet. Po këto për bebet, në këtë modelin kështu, mund të bëjnë edhe kështu për të rritur. Nëse do ta punoni, mos e punoni me mbushje drejt, por duke futur gjithmonë ansore. Tash e marrim lak, fusim një këtu. Një zinxhir, një mbushje prap. Do me thënë, i bie një mbushje këte nga gjoks dhe një mbushje këte nga manga, jo më shumë, se pastaj del shumë e madhe. Dhe tashti, këtë mbushjen unë nuk e kap kështu si zakonisht siç e kapim gjithmonë që e fusim këtu, por e kap këtu në ansore. Shikoni me kujdes. Këtu në ansore. Derisa të vite shtesa tjetër, do punohet në këtë mënyrë. Shikoni këtu. Se mase kjo është e bazë dalloni mirë, po gjithmonë ansore. Se del me bukur kjo si model kështu, edhe del kështu si kanal. E kuptoni? E shikoni si vjen? Si me dark. Edhe del me e bukur. Ja. Këtu. Jo këte, pa mu këtu në ansor, shiko. Këtu. Nga jashtë, do me thënë, gjithmonë, da fusim nga jashtë. Tani, erdhëm këtu në fund. Jo në fund, do më thënë të shtesa tjetër. Marrim lak, e fusim të kutia, e punojmë. Bëjmë një zinxhir, bëjmë prap mbushjen. Se kjo mbushja tregon që bëhet shtesa. Shtesa tek gjoksi, te mëngët, te kurizi, e vjen kështu me radhë. Tani, më ndiqni prap. Shikoni me kujdes. Jo këtu për para, por këtu në ansore. Da mbani kështu.
sa të mësoni dorën, qoftë nuk dini ta bëni. Mund t'i bëni edhe pa lak. Mund të bëni të merrni lak e ta nxirrni, ose ta nxirrni 2 herë, nxirrni një herë vetëm, por unë mendova ta bëja me lak. Shikoni? Ja, këtu në ansore. Modelin nga poshtë, nga silla e poshtë, nuk do ta bëj komplet me mbushje. Nga silla e poshtë do bëj me model, një model, unë i them lule margarita, dhe ajo është shumë e bukur. Mund të bëj edhe modelin e port bebes, nëse më ndoqët. Edhe ajo është shumë e bukur. Janë shumë të thjeshta. Unë deri tani që kam punuar për shembull të gjitha kompletet që kam pas porosi kam bërë vetëm me shtiza. Kjo është e para që po e bëj me grep. Edhe të shkojmë se do më dali. Këto me grep bëjnë më shpejt se ato me shtiza. Kompletet me shtiza janë të vështira. Jo vetëm kompletet, po çdo gjë që të punosh me shtizë është e vështirë. Edhe papucet që janë me 5 shtiza, edhe ato janë të vështira, mos kujtojnë se janë të lehta. Është shumë e vështirë. Këtu. Tani erdhëm tek shtesa. Marrim lak edhe fusim tek kutia këtu. Një zinxhir, një mbushje. Edhe numrohet. Kjo shtesa deri këtu te kjo mbushja është e korrizit, nga kjo mbushja deri këtu është e mëngës, dhe nga këtu deri këtu është e gjoksit. Domethënë ndajnë këto, një andi, një këtej. Thash me që po punoja, thash ja u tregoja dhe juve se si punohet. Ndallohet kjo. Pra, kjo ishte edhe video që doja t'u tregoja se si mund të bëjmë një triko me grep. Pra, ky është edhe modeli i trikos me grep, të cilin doja ta shpjegoja dhe ju, ta ndaja me ju ndjekësit e mi. Mirë dëgjofshim në videot e radhës me modele të tjera më të bukura.